Përshëndetje të nderuar ndjekës të mi. Ja ku po ritakojmë sërish me mua Tirona Lilin për të ndarë tek ju një letër që në fakt e kam patur me shumë intenzitet që ta sjell pranë jush. Këtë letër ma ka shkruar një nënë shqiptare e cila po kalon momentet më të vështira të saj. Do të thoni cilat momente. Kjo nënë është duke vuajtur nga një sëmundje e rëndë, sëmundja e keqe si themi ne, kanceri, por ka një dhimbje më të madhe. Ka pritur për vite të tëra, për 22 vite, se mos do të vinte amnestia dhe djali i saj do të liroj nga burgu, i dënuar me burgim të përjetshëm për vrasje. Por kjo nën sot ka disa fjalë për t'i thënë këtij djali, nuk ka asnjë lloj komunikimi, nuk e ka dëgjuar djalin për vite me radhë dhe të vetmen mundësi për t'ia thënë këto fjalë e gjeti faqen time dhe unë e falenderoj. Tiron biri im. Të them birë sepse të konsideroj si djalin tim. Jam pranë shtratit të vdekjes. Jam 74 vjeç, por jeta më goditi keq e më keq se sa unë e prisja. Ishim shumë të lumtur si familje. Buri im punonte, një punë jashtëzakonisht të mirë, por gabimi që e bëm ne si prindër ishte se me dorën tonë e quam djalin drejt burgut. Do thuash, po pse me dorën tuaj, zonjë? Me dorën time, birë. Sepse ne djali na lindi pas 6 vitesh. Ishim të çmendur pas ti. Investonim tek djali jon sa që nuk dinim se çfarë të bënim. Blej dhurata, jep lek, dërgoj në përpushime, tërbohe, çmende, dhe djali jon nuk dinte gjë tjetër po se vetëm të shkon nga më e madhja dhe vetëm të shkon nga më e zjarta. U rit djali si ujë, makinë kishte që në klasën e 7. Grindeshte im shoq me policin kur e dënonin sepse e kishim djalë të vetëm. Dhe ajo më e keqja ishte se djali jon nuk na dëgjonte ne, por ne e dëgjonim atë. E fejuam që në moshën 19 vjeç, vetëm për faktin që të bëheshim vjerë dhe vjerë. Dhe aty nisi edhe tmerri i tërë familjes tonë. Nusja ishte e re, e bukur, e mirë, e ëmbël, e urtë, por ishte pak xheloze. Xhelozonte për djalin sepse djali në atë kohë kisha si yll drite. Sa e gëzuar duket një nën kur arrin që të realizoj gjën më të shenjtë. Fejesën e djalit. Nuk e mbajtëm shumë gjatë, 1 vit. Unë vishesha më si zoj, rrobat e mia si ka pas njeri në lagje. Me tregu emrin kush jam, lagja thon, kjo grua si ka mbet. Djali dilte pothuajse çdo natë me shoqëri. Nusja fliste në shtëpi. Oj mami, i thonit që të vinë në shtëpi se nuk më dëgjon, rinë rrugëve, pinë alkool, ndërsa ne ishim kundër, ne i dilnim nuses kundër. Mos ja bëj këtë gjë ti djalit ton. Ai është djali jon, ai e di më mirë vet, ti shife punën tënde, ti nuk të intereson për të. Po sot jam duke i rënë kokës me grushta. Ajo nuse ka pas të drejtë. Djali jon lëre që nuk erdhi në shtëpi, po lëre që u grind me shokët dhe vrau njeri. E vrau shokun e tij. Në efekt të alkoolit, të alkoolizuar, u vran. Dhe më e keqja është që tmeri që ndodhi në familjen tonë nuk kishte për të harruar.
Bashkëshorti im, baba i djalit, vdiq pas 5 vitesh, sepse gjatë gjithë kohës thonte, unë e vrava çunin, unë e vrava çunin. Unë ja bëra gropën çunit, unë ja shkatrova jetën çunit. Ndërsa unë mundohesha ta qetësoja, por ishte e kotë. Kaluan shumë vite, na shkoi e gjithë ajo pasuri që e ndërtuam, një pasuri që shifrat nuk numbrohen. Na shkoi e tëra në për advokat, na shkoi e tëra në për grindje, na shkoi e tëra në për gjyqtar, dikush na gënjente, dikush na mbante me shpresë, dhe ne ishim kokë fort që djalin ton do ta shpëtonim. Deri në momentin që erdhi dënimi, atëherë unë nuk e pranoja, e dënoja, por sot them që është dënimi më i merituar. Biri nënës. Nëna po të lak të letër, me shpresë që ti do ta ndëgjosh dhe ky mesazh do të vijë të këtij, qoftë edhe nga shokët. Nuk e di se si je me shëndet. Nuk e di a je mirë nga mendorja as je mirë. Nuk e di nëse të kanë ushtruar dhunë apo nuk të kanë ushtruar dhunë. Kam dëgjuar që ke kaluar ditë shumë të rënda. Të paktën ato shokë të cilët kanë dalë, edhe ty të kanë njohur, më kanë treguar tmerre, edhe ndoshta shumë gjëra i kanë fshehur, vetëm që unë të mos të bëhem keq. Drita e nënës. Nëna të Rita me dashurinë më të madhe. Nëna të Rita duke e fajsuar sot veten time se çfarë bëra. Por, sot nëna të shkruaj një letër. Unë jam me kancer dhe dita ditës edhe mund të vdes. Uroj me shpirt e me zemër që Zoti i Madh, Allahu që ka krijuar univers, të t'i hap dyert edhe ti, të ta bëj ty jetën parajs, edhe të të bekoj me të gjitha të mirat e Perëndis, ashtu si din ai, dhe shpresoj me shpirt të martohesh, të ndërtosh familjen, dhe kur mos të lën fëmia vetëm. Sepse s'pas ka gjë më të keqe drita e syve, që në ditën e fundit të jetës mos të ketë kush të ta jep një gotë me ujë. Por unë e falenderoj Zotin që më ka dhënë forcën, se po të mos e kisha dhe forcën, unë sot nuk do t'isha kjo që jam. Për këtë gjë, po të shkruaj një letër për të lënë amanet, shtëpinë time mos t'ja shit askujt. Por në këtë shtëpi, pleqërohu ti, sepse rinin nuk e kalove tot. Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi me mua Tirona Lilin për të ndarë letrën edhe rrëfimin e radhës. Një letër që në fakt mua më ka tronditur dhe më ka befasuar se si mundet një djalë xhaxhai të vendos për fatin e jetës së vajzës së xhaxhait të tij. Dhe me thënë është një martesë me pa dëshirë, por një tmerr i vërtet që është shkruar nga kjo vajzë. Përshëndetje Tiranë. Unë që po të shkruaj, jam një gocë mirëditore, që sot jetoj në Greqi, por kam një histori shumë të trishtë dhe do doja që ta ndash me publikun. Unë kam nevojë për një ndihmë. Ndihma të cilën e kërkoj është një mesazh, një koment, sidoqoftë ai, për një vendim që unë dua të marr në jetën time. Nga familja ku unë vi, ne jemi 3 vajza. Unë isha vajza më e madhe. Motra ime që është 2 vite pas meje dhe motra e tretë, më falni, që është 4 vite pas meje. Jam rritur me dashurinë e mamit, por me diktaturën e babit. Babi ishte diktator, ishte njëri që luftonte vetëm për pushtetin e tij, dhe ne ishim mësuar më që fjala e babit ishte ligji dhe duheshte t'i ktheheshim me të njëjtën qetësi
ashtu siç e bënte nëna ime për vite e vite të tëra. Jam rritur mes dhimbjes së madhe, ku një baba gjuante e boksonte nënën në sy të fëmijëve, ku një baba tmeronte dhe trondiste fëmijët e tij për pasiguritë dhe budallalliqet e veta, për një baba i cili e bënte të pamundurën të mundur për të vazhduar alkoolin e tij dhe për të vazhduar jetën e natës në Bixhoze. Babi asnjëherë nuk ka qenë i lidhur me ne shpirtërisht edhe familjarisht. Ai gjithmonë ka qenë më së shumti i lidhur me Xhaxhin, me fëmijët e Xhaxhit, me nusen e Xhaxhit, sesa me mamin tim. Vendimet në familjen tonë i merrte nusja e Xhaxhit. Ishte ajo bosja pothuajse në çdo gjë. Ditët kalonin dhe unë po ritesha. Në shkollë të mesme nuk më dërguan. Sepse djali i Xhaxhit thonte, që do shkollën e mesme, ti je fëmijë, ti duhet martohesh, duhet krijosh familje, lëre shkollën, burri punon për ty. Edhe pikërisht ashtu bën. Sipas babit, djali i Xhaxhit kishte gjetur një burr. Një burr i cili mua do të ma kënaqte jetën, do të më bënte të ndjehem princesh dhe nga familja jonë duheshte të del më një vajzë nuse. Të them të drejtën që nuk më pyeti njeri, a e do, a se do, a ke ndjenja për këtë djalë. Thjesht ka ardhur babi në shtëpi, e mbaj mend ka qenë natë dimri, edhe më tha i biri filanit Fistekut të ka kërku për nuse, nipi im thot që është dera më e mirë dhe ti duhet të shkosh. Duhet të shkoj me një djalë që unë nuk e njihja. Por ishte presioni i babit dhe unë nuk thash dot jo, mami më shikoi në atë moment në sy edhe vetëm e shkeli syrin duke më thënë që hesht. Erdhi dita që duheshte të takoj burrin. E takova, në dukje është shumë i bukur, ka pamje gjithçka. Dhe aty pak më ngroh shpirti. Thash, hajtë se djali i Xhaxhait edhe nuk është aq i pist sa që të mendoj keq për mua. Por që në ditën që ne u martuam, pas asaj bukurie, fshiheshte një burr i cili luante Bixhoz, pinte alkool, më rreh natën e më maltreton. Dhe më përmendën shpesh herë që djali i Xhaxhait tënd më mori borxh pare dhe u lidh me mua për ty, dhe sot nuk mi jep lekët e mia të cilat unë i kam fituar me djers këtu. Një histori në fakt që unë as nuk e di dhe as nuk e kam dëgjuar. E kam pyetur nënën sepse unë bëj 5 vite martesë. Nëna ime thot që nuk dim ne një gjë të tillë. E kam pyetur babain se mos ka bërë një diçka. Thot që as nuk di dhe as nuk më intereson. Dhe frika ime më e madhe është se mos vallë mua më kanë shitur pasi askush nuk interesohet për mua. Paramendoni tani, unë po jetoj si një qen. Më rreh. Shkruan me femra të tjera në syrin tim. Më kërcenon se do të më vret. Zënka më e tmerrshme që ne kemi kaluar ka qenë para një jave që, me thënë të drejtën, aktualisht akoma më dhëmb koka shumë, që ai njeri ushtroi dhunë të tmerrshme tek unë, vetëm e vetëm sepse unë nuk e kisha bërë gjellën ashtu siç ai dëshiron. Po më maltreton si një qen i pamëshirshëm. Nuk i intereson as për çunin që e kemi 2 vjeç. Ndonjëherë them që të marr djalin edhe të iki të jetoj vetëm. Qoftë edhe në një apartament të vogël, qoftë edhe në një qosh sokak. Ku askush të mos e di se ku jam, ku askush të mos e di se çfarë unë po bëj.
por kam shumë frikë. Kam frikën se mos më gjej edhe të më kërcënon edhe të më shkatron jetën. Jam në një hall të madh, një hall pa zgjidhje. Kërkoj mendimin tuaj se çfarë duhet të bëj. Të marr djalin dhe të largohem, apo të qëndroj dhe ta duroj këtë trishtim, sepse mos ndoshta kjo është një rrugë shumë e gjatë që unë nuk e di, sepse të ne ekziston edhe kanuni. Do të thënë, vajza në fjalë bën një pyetje se çfarë duhet të bën dhe si duhet të drejtohet. Tani, për mendimin tim, unë mendoj që ti një herë duhet të ulesh edhe të kërkosh sqarim nga bashkëshorti me të cilin ti je. Ta pyesësh se çfarë në të vërtetë ka ndodhur. Ka qenë një martesë me pëlqimin e zotërisë në fjalë, apo ka qenë një martesë e cila ka ardhur si pasojë e një situate, e një ngjarje që ka qenë një marrëveshje me familjen tënde. Ky djali mund të ketë qenë i ndarë, mund të ketë patur fëmijë që ti ndoshta sot nuk i din, edhe me familjen tënde ky ka rënë dakord që ty të shesin edhe ky ta vazhdon jetën e tij. Por për mendimin tim, përfundimtarja, është më mirë që të largohesh, të shohësh jetën tënde.